Tema për të cilën dëshiroj që të flas para juve të nderuar xhamat janë disa sekuenca prej disa momenteve dhe ndodhive në këto pak ditë e fundit, domethënë në këta 2-3 javë e fundit. E kisha ndërmend me fol për një temë masrafi, harxhimi i pasurisë vend e pa vend. Një temë që ka lidhje me këtë krizën e madhe ekonomike dhe udhëzimet e Islamit në lidhje me harxhimin e pasurisë. Edhe është temë aktuale dhe mendoj se ka peshë dhe rëndësi në edukimin e muslimanëve se si ata duhet të punojnë për të fituar rrezikun dhe se si ata duhet të harxojnë pasurinë e tyre që ka dhënë Allahu si begati. Por duke ndëgjuar dhe parë disa raste, disa qëndrime, disa opinione, disa deklarata të njerëzve që e llogarisin veten si elit, do thot udhëheqësi e popullit shqiptar, e vendosa t'i përmendi disa për këtyre fenomeneve dhe t'u japim përgjigje me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pra elita e popullit shqiptar dhe feja islame. Para se me i përmend ato qasje, ndodhi, momente dhe deklarata, fillimisht duhet ta dim një gjë. Feja islame është fe e madhe, është fe gjigante, është fe që është përballu me lloj-lloj sfidash, me lloj-lloj gjëra që i kanë dalë përpara, me lloj-lloj sprovash dhe vazhdimisht ka dalë nga dhënjimtar, fitues dhe triumfues. Do të mos mendoje dikush sot le të jetë ai kryetar shteti, kryetar partie, kryetar komune, drejtor shkolle, intelektual, kandidat për Nobel, shkencëtar, këngëtar, sportist, kush do le të jetë ai. Mos mendoje se deklarata e tij, qëndrimi i tij, fjalimi i tij ka me e zmbraps edhe ka me zvoglu këtë fe. Se dikush kur po ndëgjojmë duke folë për fenë islame, po na duket se ai po mendon se fjala e atij të gjorit, miskinit, të ngratit ka më bë sebeb që më anal hujumin edhe hovin kësaj feje të madhe. Ka pas perandori të mëdha që i kanë dalë karshi fesë islame dhe s'kan mujt me e zmbraps, e as me e për ul, e as me në përkomb. Dhe edhe sot, edhe pse ummeti islam përgjithësi është i dopt, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin ushtarak, është i dopt. Mirë po përsëri feja islame jep fryte, jep rezultate. Me gjitha dobësi që i ka ummeti islam, përsëri bota ka nevojë për produktet që i ofron feja islame, për mësimet, këshillat, porosit që jep feja islame. Dhe argumenti më i madh për këtë është kjo kriza e fundit ekonomike që ka prej botën për 2008 dhe këndej. Dhe këtë e thash edhe dje në ders në mas sabaut, po e përsëris për pjesën që se kanë dëgju, se dolën të parët ekonomistët e mëdhej të Francës dhe thanë që kjo krizë nuk ka zgjidhje dhe rrugdalje përpos se me implementimin e sheriatit në sistemin bankar. Do thot, ata vetë e thanë se kanë nevojë për islamin. E dyta, dul papa, do thot, figura më e madhe krishtere në botë, tha e njëjtat fjalë, sistemi bankar ka nevojë për ligjet e sheriatit, se vetëm ai i zgjedh. Të më thonë, a e ka fejnë e vetë, a është i pari i fejës vetë, e ka mujtë me thonë krishterizmi, ligjit e krishterizmit, për sta tha sheriati, do të kjo më deklarat më të madhe se kjo ku mund është me gjithë. Po edhe kjo kaloj, kur e morën vesh popullit e s'pej përfill, kërkosh këtë laf, këtë muhabet ekspertave ekonomik edhe figurave të mëdhaja fetare në botë, kur doli populli në rrugët e botës kundër bankave dhe manipulimi që bëjnë bankat me njerëzit,
edhe ata thanë dojmë sheriat në bankat se na mytën bankat, këtë parat në e vjedhen. Këtë ekonomin e qunë të poshtë për shkak hileve dhe mashtimeve që i bëjmë bankat. Në më tash, kur imi në adopt, tash shikoni për shembull, katë nish në lajmet e para, problemet e musliman. Në Irak, problem. Në Iran, problem. Në Afganistan, problem. Pakistan, problem. Somali, problem. Në Yemen, problem. Sudan, problem. Në Egjipt, problem. Në Libi, problem. Në Tunizi, problem. Në Siri, problem. Në Liban, problem. Katë më dëgjesh, ku ka musliman, probleme ka. Mire po, edhe çka përdet me zveti, pa marveshe me zveti, pa një të parin të vetin, fukarallëk po, mirë po, përsëri feja islame, po përmendet gjithandej në botë, në Amerikë, në Australi, në Britani, në Evropë, kemi nevojë në përmësimet dhe porosit e fesë islame. Për me abo me dije këtyre të parëve tonë shqiptarë, musliman me emër qofshin apo jo musliman. Se ju këtë luftë që mundohni me abo kundër fesë islame në mesin e popullit shqiptar. E kini të humbër që në start mos u mundoni. Si jeni duke tentuar me hi më një luftë, sikurse Cervantesi e kishte përshkruajtur në romanin e vet Don Kishotin në luftë kundër mullive të ajrit. Edhe është luftë imagjinative, nuk mund me qenë luftë reale se ti s'mundesh me luftu këtë fe ka të madhe me një resurs të madh njerëzor dhe normalisht me resurse të mëdha ekonomike që ata sot nuk janë duke i shfrytzuar, mirë po ato japin atyre potencial për dhënë alternativa dhe zgjidhje të problemeve të mëdha që i ka bota sot në botë. Dhe në lidhje me këtë ne kemi premtime të shumta në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dy ajete vetëm do t'i citoj, për shkak se tema është elaborim edhe përgjigjet të qëndrimeve, deklaratave që i kanë bërë ata bit e popullit tonë që kanë marrë përsi për momentin e udhëheqjen e këtij popullit dhe që mundohen të injorojnë, të anashkalojnë, të nënçmojnë, të ofendojnë pjesën ndërmuese të këtij popullit, ata janë pjesa muslimane në këtë popull. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا مؤجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Ajeti 55, 56 dhe 57 i surës An-Nur. Allahu u dha premtimin atyre që janë besimtar në mesin tuaj dhe bëjnë vepra të mira, se do t'i bëj zotërues të tokës ashtu sikur se kishte bërë zotërues të tokës ata që ishin para tyre. Ai do t'u forcon fen me të cilën është i kënaqur dhe do t'u zëvendëson frigën me siguri. Kur? Atëherë kur vetëm Allahun do të adhurojnë dhe atij ortak dhe shirk nuk do t'i bëjnë. Ai që mohon pas gjithë kësaj, le të dinë se është i dalur nga rruga e drejtë. Fal në namazin, jep në zekatin, respekton e pejgamberin nëse doni të mëshiroheni, dhe mos mendoni se jo besimtarve nuk ka çka u bën Allahu në tokë. Se janë çaq fuqishëm që s'mundet mi kaplu dënimi dhe ndëshkimi i Allahut. Ata fundin e kanë në xhehenem sa vendbanim i keq që është ai. 3 ajete, 3 mësime të mëdha. E para, premtim besimtarit që bën vepra të mira, që ka adhurim të sinqert ndaj Allahut dhe nuk ka shirk, se ai ka më sundu botën. Dikush ka më thonë hoxh, kjo është pak mendje madhësi se shtetet e mëdha kanë me miliona ujshtar, kanë me qindra mija tankse, e aeroplana, helikoptera, e anije që mbajnë aeroplana,
e raketa interkontinental ti thue musliman se janë kërkon. Në themi fjalë të Allahu dhul xhelal se ai që beson Allahun dhe bën vepra të mira ka sinqeritet në adhurim dhe nuk i bën shirk Allahut, ai ka me dominu me botën me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal. Porosia e dytë, tash ti duhesh me met tifos publik apo duhesh me kon aktiv po. Detyrat e tyja thjeshta, fale namazin, jep e zekatin, respekto pejgamberin alayhis salam. Ajeti i dytë. Fale namazin, jep e zekatin, respektoj pejgamberin alayhis salam, nëse doni të mëshirohet. Nëse doni me kon rrugën e rahmetit të Allahut që ka dal çon përpjet që ti me qenë dominanti dhe zotrues i tokës. Edhe porosia e tretë, që ata që kanë miliona ushtarë, kanë mija, qindra mija tanksa, helikoptera, aeroplana, raketa, mos mendoni se ata mujnë mi dalë balë Allahu dhul xhelal. Mi bo balë Allahu dhul xhelal. Përsëri fuqia Allahut është shumë më e madhe, është e pakrahasueshme e madhe në krahasim me fuqinë e njerëzve. Le të jenë kushten ata. Dhe ne jemi dëshmitar të shumë ndodhive që kanë ndodhur këtë vit. Fortunat, uraganet mos i përmendim se ata çdo dy muaj po ndodhin. Tërmetet edhe ato shumë shpesh po ndodhin. Po çka ndodhi me tsunamin e Fukushimës, që hyni uji në më një gjë që e kishin prodhuar në mënyrë më të zhvilluar, më të sofistikuar, edhe u bë rrezik për këtë botën. Do të Allahu dhul xhelal nuk i duhet shumë për me e shkatru atë që e bën njeriu duke menduar se me atë bëhet më i madh se Allahu dhul xhelal. Hasha wa kalla. Andaj mos llogaritni se njerëzit janë të pafyeshëm karshi Allahut, se besimtarët janë të pafyeshëm karshi Allahut dhul xhelal, fundit ata në dunja kanë mu përbuz dhe kanë mu ofendu dhe nënçmu, e në ahiret e kanë fundin në xhehenem. Për ky një ajet tre porosi kryesore që zakonisht i bren ndërgjegje e besimtarëve kanë gajle, ja përgjigjet. Edhe ajeti tjetër në surën Ghafir, Allahu subhanahu wa taala thot, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thot fasbir inna wa'da Allahi haq. Bën sabër o Muhammed, o ti xhamati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o ti ithtari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o ti ndjekës i rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bën sabër, siç e ka urdhëruar Allahu me bë sabër pejgamberin tan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Inna wa'da Allahi haq, se premtimi i Allahut është i vërtetë. E tash vjen dilema, për shembull ti ndëgjon ajeti kuranor, ama vjen pi nefsit tan vezvese, po kur? Po kur? Premtimi i Allahut i vërtetë, po kur? Shikoni përgjigjen, vazhdon ajeti. Fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Shikoni çka thot, ndoshta ta mundsojmë ty o Muhammed të shohish në pjesë të asaj që të kemi premtuar, apo ta marrim shpirtin para se me pati realizimin e asaj që ta kemi premtuar ty. Do të premtimi është i vërtet. Kur ka mundësi me emriti një pjesë, edhe ka mundësi mos me emri, ama jo ka me ndodh. Që kjo ajet edhe kjo teori, kur është thonë për shembull para 1400 kusur viteve ka qenë problem më kuptu. Si ka mundësi na 7 musliman, 5 musliman, 20 musliman, 500 musliman, ka u realizu premtimi i Allahut kur, që? Normalisht për muslimanin nuk është problem, se i beson premtimi i Allahut dhe nuk dishon. Dhe mas 1400 viteve u pa se tash domethënë 1 miliard e 600 milion musliman, do pikë ative 5-6 vetave që ishin në Mekë, 5-6.000 vetave, 10.000, 15.000 e 100.000 deri në fund haxhit lam të mirës musliman, për që atyre u bon 1 miliard e 600 milion. Domethënë ishin bindur dhe ajo ndodhi. Edhe ky ajet ku është lexuar në fillimin e rënjes së perandorisë osmane dhe ardhen e komunizmit dhe ateizmin të tokat e Ballkanit, sidomos te populli shqiptar, shumë njerëz i kanë thonë si ka mundësi me qenë kjo e vërtet. Po vjen komunizmi, ateizmi, po na nxjerr fen. S'po na lën neve fe,
po e lufton, po i prish xhamiat, po i mbyt hoxhallart, po i burgos hoxhallart, e largoi domethënë hijabin, ferexhen, e largoi domethënë diturinë fetare, e largoi shumë gjëra të fesë, si ka mundësi mu realizu premtimi Allah, po shkon të mshel. Shumë njerëzit që si kanë ditë rregullat e Allahu dhul xhelal janë mërzit. Ulemat nuk kanë mërzit, ka thonë kjo është edhe një sulm që e bën e kota kafshit vërtetës. Mirë, po edhe kjo sulm ka me qenë i kotë edhe i dështum. Andaj dikush për tyve e mërini ndryshimin e sistemit edhe kthimin edhe hapjen e xhamijave. Dikush për tyve vdiq ndërkohën komunizëm dhe nuk e përjetoj. Mirë, po a u realizua e që premtoi Allahu? Po. O rikthi feja mas 50 vjetëve luftë të ashpër, luftë egër kundër fesë, Shqipëri konkretisht, po edhe në Jugosllavi, domethënë, s'ka qenë edhe aq e lirë feja. Nuk shkuan 50 vjet përfunduan, u ndryshu sistemata përsëri me ndihmën e Allahut dhul xhelal, u hapën xhamiat, u ndërtuan xhamia të reja, u mboshën xhamia, kthehen 3 xhamia, para mendo deri dje çaj arsimtar që viken shkollë dhe ja prish ka agjërimin nxënësit, tash çaj arsimtar lere që agjëron po 5 vakt namaz i fal. Bile i fton edhe kolekteve të këshira, na jemi musliman, badjava, bënu çka të bëhesh, pikti temelit së ndel, së largohesh, duhet amma mi ktheu te jotja ma jetonën më mirë. E njëjti që deri dje ta prish ka agjërimin në shkollë, thot ai po fal namaz përveç agjërimit, plus po mundohet që edhe shokët e vet, kolegët e vet me i kthi ka hajri dhe ka e mira. Do të ndryshime të mëdha. Mirë. Pastaj vazhdon ajeti i dytë, thot Allahu dhul xhelal: "Walaqad arsalna rusulan min qablika faminhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk wama kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah fa idha jaa amru Allah qudiya bil haqq wa khasira hunalika al mubtilun." Pastaj ajeti tjetër thot: "Na kemi tregu ty o Muhammed, edhe neve muslimanëve mas ti, tregimet e shumë pejgamberëve, po do edhe s'ti kemi tregu, domethënë shiko, ti je vazhdim i asaj që e ka nis pejgamberët para teje. Edhe ata janë rreh, edhe ata janë burgos, edhe ata janë vra, edhe atyre ka dalë karshi probleme dhe të lashe. Mirë, po ata kanë ecë, kanë vazhduar dhe janë përmbajt parimit dhe principit dhe kanë dalë fitimtar me lejen e Allahut, kanë dalë fitimtar si numër dhe si dominancë dhe kanë dalë si fitimtar si dominim i parimit dhe principit." Pastaj thot, normalisht se pejgamberi nuk sjell mrekulli përveç se kur don Allahu dhul xhelal. Edhe normalisht që ka qenë e pranishme të shumë pejgamber që në momente të vështira janë detyruar me kërku prej Allahut mrekulli për me dominu e mira. Dhe në fund thot, e kur të vjen vendimi Allahut me të vërtet, do të ngadhnjen e vërteta dhe do të dështojnë, do të humbin ata të kotët. Ghafir, ajeti 77 dhe 78. Domthon dy ajete që tamam përshkruajnë zhvillimin e curin, si me kon grafikon përpara. Si me pas grafikonin përpara dhe e shef, premtimi i Allahut është vija e jeshilt nalt. Teje do thot vija e mavit, që es përpjet në mrit e vija jeshil. Edhe ki përballë vijat kuqe pengesa. Kështu shikoj grafikonin. Ti vija e mavit mundohesh mund gjitë vija jeshil të nalt. Mirë, po ndërkohë ki pengesa vijat kuqe që e kalon njënën, vjen tjetër, e kalon tjetrën, e kalon tjetrën, edhe kështu. Edhe musliman tamam dal nga dal tu zgju, tu ngrit, dhe këtë kena me pa dhe në fund inshallahu taala me shembujt që do t'i përmendim. Mirë, pas kësaj hyrje të shkurtër, që thash argumentet fetare për këtë janë të shumta, t'i përmendim pak më shpejt çka ka ndodhur. Na jemi dëshmitar të Maqedonisë, populli shqiptar, sa dhe kudo është ma fetar se pjesë tjetër e shqiptarëve. Dhe shpesh edhe këtë çështje shumë politikan shqiptar të trojeve shqiptare nga jashta Maqedonisë e zonë si pengesë për shqiptarët e Maqedonisë. Pse na jemi shumë fetar, shumë musliman, e kjo është pengesë e zhvillimit kombëtar. Edhe shpesh tham kështu në gjuhën e popullit na shajnë ata
neve pse jemi na shqiptar. Bile pat një deklarat për një njeriu të shmendur që bilem neve me na zhdu krejt musliman shqiptar që jemi këtu maqenisë s'bëjmë parë na për shqiptarisë. Kemi ata s'kan nevojë për neve. Na nuk kemi domethënë dobishëm për shqiptarin. Ai vetë pikpyetje sa është shqiptar. Edhe tash edhe politikant shqiptar në Maqedoni hinë në këtë lojë. Edhe dalin me deklarata ku ata normalisht janë antifetare po janë edhe antikombëtare. Se ti kur del me deklarata se në mesin e shqiptarëve në Maqedoni ka ekstremista, fundamentalista, e njerëzi që traditat arabe i promovojnë si vlera, ti me ketë normalisht jep mesazh kundër popullit tanë. Ti po e bën popullit tanë mendje lehtë. Ti po e bën popullit tanë që bjerë shumë shpejt ndikimin e huaj. Ti po e bën popullit tanë pa kurrizor. Ti po e bën popullit tanë pa identitet. Ti po e shan popullin tanë. E normalisht kur vjen pas edhe një figurë fetare me thonë se ata për pare, sikur se ishte djenë në disa lajme, ata për pare, kur kanë pare janë fort, kur s'kan pare dobësohen, edhe këtë ti po e shanë këtë popullin. Se elhamdulillah, populli me shumis po i kthehet xhamiave dhe fesë, dhe devotshmërisë dhe zbatimit të devotshëm të fesë. Edhe normalisht për rregulla fetare është me fal 5 kot namazit për mashkullin, me vëndu shamim mbi kokë vajza. Dhe normalisht për mashkullin është kjo mjekër që ja ka dhënë Allahu Dhul Xhelal me pas, ashtu si që kanë pas burrat e vjetër, burrat tonë të mëdhej, me ulema, me hoxhallare, me prijes politike, e me prijes kombëtare, ka qenë pjesë e burnisë. E vitesh në intervistat të ndryshme, dhe thot koka politikane, edhe thënë se me mjekër, edhe me fustanella, edhe me pantolla të shkurta nuk shkohet në parajs në xhennet. E tash, ti a je analist fetar, a je dietar fetar, a je politikan, a çka je? Ti, nëse je dietar fetar, tamam, je analist fetar, tamam. Ama ti po thu unë jam lider politik i shqiptarëve. Jam njeri që mira me politik. Dhe ti që miresh me politik, shiko zgjidhi problemet politike të popullit tonë që i kanë këtu. E për punë të fesë, ndihmoj proceset e vitalizimit të institucioneve fetare në vendin tonë, që ata të jenë gjalla, të jenë të forta, dhe të mbrojnë islamin dhe musliman dhe interesat e tyre fetare dhe politike në këtë vend. Ama të s'ki nevoj me dhonë fetfa për fej. Ama zval mundohesh me mbulue dështimin politik me analiza fetare. E dyta, mirë, kur flasin politikanë shqiptar për islam tradicional, për është të bëja qëfar islami është ai? Edhe neve si hoxhallar pak matri në kanë josh, në kanë nxit me bo një hulumtim. Edhe tash interneti për në e bon të letë këtë punë. Po him internet, po e qelim Googlen, edhe po bëjmë hulumtim. Po thejmë islam tradicional, traditat muslimanet e shqiptarët. Edhe po bëjmë, për shembull e para, fotografit i shohim, se si o konë islami tradicional të shqiptarët. Edhe kur na dalin një grumull i madh i fotografive. Edhe interesant, për shembull, shkruje islami tradicional në Kërçov, ose fotot vjetra nga Kërçova, 1943, del fotografi pe fotografive të para, një grumull i ushtrisë ballit kombëtar, ushtrisë nacionaliste shqiptare, duke hi me shiru Kërçovën, e në kokë, domethënë këtij grupit një hoxh me çall, me mjekër, me shalvare të shkurta. Sa i mirë ka në islami tradicional, domethënë një gjatë i risa që ka mjekër, që ka pantull të shkurta, ka na tamam si ai hoxha plak që ka udhëheq ushtrinë nacionaliste që ka hyrë Kërçov 1943. Bën të tov e njëjta, pazari, tregu i mbushur me burra me mjekra, me pantulle gjana të shkurta dhe me gra me feregje. Shkon Tiranë, incizimet vjetra në pazarin e Tiranës njëjtë, shkon Prishtinë, pazarin e Prishtinës njëjtë, Prizren njëjtë. Po islami tradicional që ky kanë? Burrat me mjekra,
me pantulle të shkurta, gratë me shamia dhe me feregje. Tash para shkojë pyetja, a përket islam tradicional e kanë fjalën këta politikanë apo për çfarë islam e kanë fjalën? Apo ato flasin për veten e vet, islam tradicional sipas tyre që s'falen, sa gjërojnë, do thot nuk janë me brengat dhe galet e muslimanëve, kur gjë për fesë nuk bëjnë, veç emrin e kanë Hasan e Hisen. A për vetë kanë qëllimin, ai nuk është as tradicional as modern. Tradicionale kanë ajo, modernin për e tregojmë na, ku keme ti. Andaj, se si le ta bën, le të hinë në internet, le të bën kulum tim, Kërqova 1943, edhe e shef këtë fotografi, dhe thot, pak nuk shihet, mirë po, hoxha, midis forcave, dhe thot, ushtarake shqiptare, që kanë hi 1943, edhe është me mjekër, është me pantullet shkurta, edhe i ka udhëheq, dhe më dhonë poplin, në punët e mirat të poplit. Mirë, po na kemi një pyetje tjetër, që e parashtrojmë këtij politikani dhe të gjithë politikanëve shqiptarë, Maqenin, Kosovë, Shqipërinë, Mallëzim, Preshев, Qamëri, kudo që janë ata. Pse be ju s'po na tregoni edhe s'po folni për rrugën që i çon njerëzit në xhehenem, në ferr, që është korrupsioni, që është abuzimi me të mirat publike, që është keqpërdorimi i pushtetit, që është loja me tendere, që është kushëzimi i shqiptarëve me pagesë të sasive të caktuara të parave për një punësu. Që këto në të s'po ne tregoni neve se janë rrugë e xhehenemit. Edhe mi dhonë nasihat ministrave, zëvendës ministrave, sekretarëve shtetënor, në punësve shtetënor, që të kenë frikë Zotin edhe mos marrin rishvet, edhe mos vjedhin, edhe mos pengojnë projekte të ndryshme, se thotë unë të arshoj projektin ama gjysmën e parave të mjafshme, muaj të masën e si dush bën e si dush më se bën. Këto nuk janë shpikjet mija, këto në mabet që i ndëgjejmë për ditë në qarshi. Me ka dush fal këto mabet e i ki me 100.000 dëshmitarë, të dush ka me thonë, hoxha po fol për argumente, pa akuzon për shpif. Me 100 dëshmitarë për çdo mesele, për këtyme meseleve mujna me prunë. Se ketë na i për ditë për i përjetemi këto momente. Na kemi nevoj që politikanët e ta me fol për këto gjëra, për korrupsionin, për tenderat, për abuzimin me pasurinë publike, për keqpërdorimin e pozitave. Këto gjëra ne ka dhënë neve dhe edukojmë popullin tonë që të rinë larg parës huj, djersës huj, sa është haram që s'ia shef hajrin kurkush dunjë edhe në ahiret. Edhe kjo është porosia jeme si hoç për çdo politikan. Nëse ke marr atë vend e ta ka dhënë votën populli, arsyetoje atë vend dhe atë votë. U ke dalë, u ke dhonë premtime dhe u ke dhonë besë, maje fjallën edhe që e besën vend. Se jeta shumë shpejt ndryshon, sot jenë pozit, nesër del për pozite. Nesër ketë kanë me të haru. Kjo dunjos është kurdis sot, me mija vjet është, kush përmenet për sultanave edhe zullumqarve, kush? Para njave shikoja në kanal satelitor, ishte përvjetori i ardhjes në pushtet të Bin Aliu në Tunizi, 7 nëntori. Kur kush nuk e festoj ka se përmen ke mo Bin Aliu në Tunizi. Nuk shkoj shumë 4-5 muaj sa ishte në pushtet. Ra se përmen kur kush. Edhe juve o politikan, kryetar partish, kryetar qeverish, kryetar shtetësh, mos u harroni, mos u habitin në aksion, keni përgjegjësi para Allahut fillimisht, pastaj para popullit tuaj. Nesër keni me dalë për posteve, ndoshta nesër vdisni, se jetës nuk i dihet. Kemi dhënë llogari para Allahut, po normalisht edhe populli ka me çmu punën tonë, ata dish se ti nëse ke shpërdor pozitën dhe nuk e çon vend amanetin, kanë me të haru, po me mallkim kanë me të haru. Me mallkim, jo me urata dhe me lutje sikur të ndodh. Na sot muslimanët i përmenim dietarët musliman, e mos flas për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam 1000 e kusur vjet mas, edhe gjithë nderime dhe respekte dhe lavdata për ta, bilem jemi të gatshëm u çun kam të përmend emrin e tyre. Që kjo është burni, që kjo është autoritet, që kjo është famë e publicitet, jo ajo që mashtrohet dikush është për momentin ministër apo kryetar apo çka do qoftë në politikë. Edhe habitet edhe mendon se ai këtë çka ka marr edhe
këtë dyrt i ka qelë edhe çka don mund me bëj. Jo. Jo, se i vjen fundi çdo zullumit e i fundi që ka me qenë ai që vetë zullumin e ka bë. Rast tjetër, idhtim për mi idhtim. Vjen Kurban Bajrami dhe normalisht adet dhe zakon tradit e mirë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, që kryetarët e partive politike e bëjnë këtë. Shkojnë edhe e bëjnë për hajër Bashkisë Islame Bajramin. Muslimanëve me deklarata e bëjnë për hajër Bajramin. Mirë po në Kosovë, kryetari i shtetit, pa marrë parasysh se ai Pizarfi dul emni, kryetaria e shtetit, pa votat e popullit, ajo merr pjesë katedrala për festat e Pashkeve, merr pjesë në manifestime lokale, sikur se ishin manifestimet e Gjeçovit. Kur vere puna e Bajramit, priton me shkue me abo për hajr Bajramin kryetarit Bashkisë Islame të Kosovës. Injorim që spaku për politikë është dash me kona aty, për politikë, mos folim për dashamirësi, e për fe, e për respekt, e për kulturë. Thjesht për politikë, se ti e sa do kudo kryetar i një shtetit ku shumica dërmuese 95% janë musliman. Po marrët me emër atifet musliman, me familje muslimane, vend kryetari i shteteve më të mëdha të botës, që ka 100 konflikte me muslimanët edhe ja bën për hajër Bajramin kësaj kryetarit të këtij shtetit musliman. Thot për hajër qoftë Bajrami ty dhe popullit tanë, se ju jeni musliman. Ai pjatje dhe 10.000 kilometra larg ja bën për hajër Bajramin, kjo rezidencia e presidentit edhe rezidencia e Bashkisë Islame, vi ajrore si ka as 1 kilometër e gjysmë, thuj 2 kilometra si ka vi ajrore. Ti s'gjen vakt me shku mja bo për herë, për kjo është ofendime për musliman në shmim. Jo që na u kallë barë kime në ardhë, se na s'bomi ma të mloj edhe ma të forë që ti edhe me na bo për herë Bajramin. Ama, për ty është more, neve ti në dhimbesh, se sa do kudo je me emën musliman, familje muslimane, më një vend musliman, është për ty ofendim dhe në nëshmim. Ti hum po ena, se ti sot je kryetare për shkak lojave politike, nesër ka me pas gjedhje 2013, s'keme qenë më kryetare ti, keme dalë për këti postit, ama me qa keme shku për këti postit, me qfar nami, me qfar emri, a më splasim kur dash para Allahut ku është vetësia jote, barazia jote që dush me qenë e barabartë dhe gjithve. Thot kësish dhe mund edhe kjo ndodh, edhe nuk ishte rasti i para, edhe më herët foli për sheriatin. Edhe këtu ka fotografi sa dush, midis katedrale e kje, midis 2 priftave. Nuk është problem për atë. Me shku në katedral, që? Foltorën e priftit, katedral. Kjo ka qenë domethënë fillimin e këtij vitit muajin e 4, 2011. Këtu më poshtë e kje, tash para 3 javë, 1 muaj, në hasë, gjymë të hasit, dhe më thonë në rrethin e Gjakovës. E ta shti kur ki vakt me shku atjet, duesh me regull, me kona dhe këtu. Kjo është për drejtësi, jo për diçka më tepër, për drejtësi. Mirë. Rasti tjetër, edhe kjo me Kurban Bajram, një këngëtare, njëra nga estrada shqiptare, në Facebook, shkun thot, çka thot? Thot kundër therjes së kurbanave për Bajram, bëni torta mos thërni kurban. E tash kjo vazhdon një qëndrim që para disa viteve e ka marrë një këngëtare, një artiste e njohur e botës, Brigitte Bardot, e cila domethënë pa të fol para 3-4 vjetëve më shumë se muslimanët janë të padrejtë nga ndaj kafshëve. Se i therin për Bajram e kjo është padrejtësi, para mendo. E ta shiket muhabet, vjen edhe një këngëtare shqiptare, thot, për Bajram s'ban me therë kurban, bëni torta mjafton. Ata të njëjtët, edhe ajo, edhe kjo, nuk folin se sa mif desin nga uria në botë, për shkak këtë lojnave të mëdhaja ekonomike të botës. Na imi tash dëshmitar me Somalinë, në rast konkret, i shef dhe më dhonë desin çdo 5 sekunda nga një fëmijë. E kjo si më teket me folë për atë fëmin atje që vdes nga uria.
a me tonelata gru derdhën në oqeanin Pacifik. Për shkak të ruajtjes së çmimit të grurit, llogari ekonomike. E monopolit e ndryshme në botë të naftës, e të armatimit e kështu me radhë që për me majtë çmimet e veçanta. Këta nuk flasin për të probleme, mos flasin pastaj për lufta që shpiken, që iskenohen e vrahen domethënë me qindra dhe me mija njerëz, madje me miliona njerëz. Ata nuk flasin për njeriu e i ka kap gajla ata me fol për kafsht. Allahu Dhu Xhelal njeriu e ka bërë sundimtarin, zotëruesin e botës, e tokës. Dhe këtë që ka në qiell dhe në tokë i ka krijuar në shërbim të njeriut, edhe kafsht i ka krijuar për të shërbyer njeriut. Dhe për këtë shkak është e paqartë ajo që flasin këto njerëz, e ruajnë kafshën hasudhimet njeri. Unë e çuditë me mendjen e këtyre njerëzve. Deri çfarë ekstremizmi ka marrë kjo mendje. A për me tregu se si Islami trajton kafsht, kemi në argumente shumë fetare. Që njeriu, po mëkatari i madh hyn në xhenet në parajs, te na musliman, nëse ajo apo ai mëkatar bëhet sebeb për me shpëtu një kafsh. Si tregon Imam Muslimi sa në ti, thot një grua lavire, lavire do thot e poshtër, e ult, ka qenë duke ecë, edhe vjen te një bunar, edhe afër bunarit e shef një qen, i ka dalë gjuha prej ecjes. E kjo këshirë në bunar s'ka litar, as kovë nuk ka me mor ujë. Zbret vetë në bunar, gur nër gur, edhe e mush këpucën e saj me ujë. Edhe hyp lartë edhe jep qenit ujë me këpucën e saj. Shikoni, e falëndron Allahu vepën e kësaj grue lavire, edhe ja falë mëkatet edhe shtin në xhenet. Pse? Për bamirësinë e saj ndaj kësaj kafshë, ndaj këtij qeni. E pastaj kanë më ardhë këta me na fol neve për humanizëm, e për respekt ndaj kafshëve. Feja islame, elhamdulillah, është fe e plotë të gjitha elementet e rëndësishme. Ato që kanë qenë të njohura në atë kohë dhe ato që kanë filluar të bisedojnë sot, i ka rregulluar. Dhe si ka lënë material kërkujt me fol kundër kësaj feje. E nëse do me fol për inati, ajo është ma betetër, se për inatit ti mundesh me thonë çka dush, kërkuj se të nalë. Ama a ka argument, a ka logjik? A i ma bet që ti e thunë nuk ka logjik. As nuk ka argument. Dhe në anën tjetër pastaj, ata këtë rinia jonë rritet me sendviqa. Hanë mish. Gjdo sofër, normalisht ka mish, bile njëri nuk ullin sofër. Kur vele puna për bajram, zbaj kam me therë kurban. Bile, të disa që janë të varun për modës, edhe asaj që është aktuale dhe bashkohore, kemi raste na ndëgjojmë edhe lexojmë. Vi special njëzit për Prishtine, e në Shkup, me hongër sandwich në McDonald's, se Prishtinë s'ka McDonald's. As në Iran nuk ka McDonald's. McDonald's i firmë, ta është trend, është fast food i ma i njohur në botë, për enave ma të mëdoja, vinë special treat, për Prishtinë, Shkup me hongër McDonald's, që masë në një avë, pos më avë te jam konë Shkup me hongër McDonald's. E ti pas e folë kundër mishit, e kundër, kurbanit, e kundër thermove. Asa për një format interesant është, në Serbi ka McDonald's, Kroaci ka McDonald's, Mugari ka McDonald's, në Greqi normalisht që ka McDonald's. Ama në Kosovë, edhe në Maqedoni ka McDonald's, Kosovë edhe në Shqipëni s'ka investim të McDonald'sit, nuk kanë qela. Bileve dhe Coca-Cola është prej vendeve të fundit që tash ma frike kanë qenë në Kosovë, s'ka një muaj e gjithë dy, Shqipëri normalisht vonë, ato kur shtetet tjera në Pimoti kanë pas Coca-Cola, ata mas fundit janë hapë fabrikat. Kryesor është me tregu se ajo del me folë kundër kurbanit, as s'ka lidhje me temën, se njerëzit, civilizimet kanë fliu njerëz, e ka ardhë feja islame dhe ka largu adet edhe adves të kesh me fliu njerëz, e ka thonë na do të fljojmë kafsh, jo vetëm mi therë edhe mi gjujt, po mi therë edhe mi hangër, se normalisht kur shkon të mjeku, edhe ki anemi, dhe mund ki gjak të dopë, qka thot mjeku, puna e parë, thot me hangër mish. Pse se, do thot, ajo përbërja e shëndetit të njeriut, është e mvartë prej mishit, ndaj Allahu Dhu Xhelal, jo rasisht,
Ja ka bo halal njeriu të mangër mishin e shumicën e kafshëve përveç mishit derit edhe coftinës edhe gjakut, gjëra që janë të njohura për një musliman, pse se ajo këtë është halal, është e dobishme dhe e shëndetshme. Andaj neve kemi parime me cilat udhëheqemi dhe ecim përpara, s'ka nevojë dikush marrë me ne kallëzu këto muhabete. Pas kësaj kalojmë te një lajm interesant, edhe kjo lidhet me stereotipet që krijohen në lidhje me muslimanët e devotshëm fetar. Në gazetën Shekulli, para 6 ditëve, me 8 nëntor 2011, e ka një shkrim, edhe përshkrim, edhe reportazh për një rabin që i fut në Tiranë. Edhe ajo gazetarja Magdalena Allah thot, kur e përshkruan, thot me kësulën tipike ovale, të vogël me ngjyrë të zezë, domethënë me kapuç zi rabini. A na me mojt kapuç problem, domethënë shirin me sy shtremt. Pra shumica e djemve tonë s'mojnë kapuça sot. Xhamatlive tonë s'mojnë kapuça, pse? Se ti më shku me kapuç në ministri të shi shtremt ai. E tash tipi marrës ose tu desh me letu punën se man kapuçin. Ky domethënë me kapuç, me ngjyrë të zezë mbi çaçkën e kokës. Në ndonjë rast tjetër thot edhe me kapel të madhe të zezë e kostum të rësisht të zi. Por, shikoj, këtë zi teshat, por që drita dhe shumë ngjyra të i qonë në ftyrë buzëqeshë. Ai është me zeza për një me i vesht, ama dritë bën. Për shkrim, mund më konë edhe i drejtë. Shikoni çfarë përshkrimi i bën, domethënë, pas të e thot, me mjekër të gjatë, e si pas traditës ebraike, kur përshëndetje i ebdolën vetëm atyre që i përkasin gjinisë mashkullore, dhe thjesht ulje kokën dhe gjinisë kundër femrore pa i puqur duart. Domethënë kur folët me gras ja jep dorën. Neve muslimanë sot familjet tona, kur shkojmë, që se kemi halal me dhon dorën, pe marrës do të më dhon se bëhet muhabet, problem. Përshkrimi, do më kuda shosh fotografinë, mjekër më të madhe se temën. E tash normalisht ke bon punën e vetë, edhe nësë kemi kur gjo kundër personin fjallë. Na kemi problem me shqiptarët. S'kemi problem na me këta. Kena problem me shqiptarët se ki me mjekër të madhe, su fol grave për dore, me kapuç krye, ki kana, do më edhe pse ka teshat e zeza ndryqon. Një musliman me mjekër të madhe, me kapuç, djen lajme, zëri Amerikës shka thot? Thot njerëzit me pamje arabe dhe veshje arabe. Po, kur u bo mjekra pamje arabe për turke? Në parë i tërgun fotografiat, mjekra është pjesë e traditës kombëtare shqiptare. Edhe hoxhallar edhe politikanë shqiptar kanë pas mjekra. Edhe sot kanë njerëzit intelektual mjekra. Mirë po, ky njeri do më thonë, nuk është problem. Kur përshkruhet, reportazh kur bëhet me te, bëhet në gjuhën më të mirë, më të këndshme, më të amël. Kur folet për një musliman, me gjuhën më të egër, më të vrajsh, më poshtërsuese. Andaj ky me mjekër të madhe, nuk i flet grave për dorë, nuk është ekstremist. Një musliman me mjekër të madhe, su fol grave për dorë me kapuç kryje, është ekstremist. Shikoni? Edhe njerë për thamë, na nuk kena problem me ketë, edhe punë e kiki, shka të letëvoje. Shteti shka ti lejon ati, do më thonë, shka në neve, lejon edhe ati. Ama, na kemi me shqiptarët e tonë, me intelektual, gazetarët, politikantë, që sikur se ki që respekton fejnë e vetë, parimet e veta, edhe nëse një musliman dëshiron me respektu fejnë e vetë dhe parimet e veta, duesh me respektu edhe me dashë edhe me nderu. Sikur se ki zemërgjësi ndaj tjerëve, ki zemërgjësi edhe ndaj muslimanit, ama jo, kur është pyetje muslimani, zakonisht shkruan tekstet mëdha për shembull, për çdo ditë ka prapërsisht në gazetat tona në shkrim kundër islamit dhe muslimanëve. Kur ndodhi rasti para një jave në Sarajevo, në Bosnjë, në këtë televizijat e gazetat e shkrimet në internet folën kundër rastit. Mirë po, çka është interesant, kur kush nuk e përmeni se Bashkia Islame e Bosnës ishte e para që ishte kundër rastit. Hoxhallarët e ndryshëm Bosnën folën kundër rastit, madje edhe disa që akuzohen si më ekstremet dhe radikalet në Bosnën, edhe ata folën kundër rastit.
Ti kur t'jesh gazetar i drejt, i paanshëm, thu e bonin i djalë i budallaki, ama shikoni njerëz të mençëm të muslimanëve që ishin kundër. Që kështu është reagimi normal, ama jo ti ketë folin kundër atij djalit, a kurkush nuk e përmend se ketë përfaqësues legjitim, oficial të muslimanëve ishin kundër asaj vepre, domthonë ai s'mundet të murit me islam. Apo sikur se tha Hoxha Irfani i Prizrenit, 180 raste ka pas sulme ndaj xhamiave në Evropë me qëllim islamofobe, kur kush i lidh me ekstremizëm krishter. Një rast e bën një njeri që e kalumi e tij shumë e dyshimt, më njëre lidhin me islam edhe me musliman. Andaj, domthonë shikot, ka probleme faktikisht në vlerësimin e gjërave. Dhe muhabeti i fundit, që është myshde, alhamdulillah, gazeta Independent, gazetë e njohur domethënë me renome, në numrin që në para disa ditëve domethënë shkruan po me 6 nëntor 2011. Flet për numrin në rritje të britanezëve që kthehen në islam, konvertohen në islam. Dhe thot, veç në këtë vit 2011 ka 5200 britanez që janë konvertuar në islam dhe ma shumë se gjysma janë të bardhë, edhe 70% e tyre janë femra, janë gra. Ky lajm është shumë i rëndësishëm, se neve kur folet për fenë islame, na çohen shumë njerëz që islami e diskriminon gruan, femrën. Nuk ka drejta të barabarta femrës me mashkullin. Po mirë, parashtrohet pyetja. Po 70% e këtyre vajzave që janë bërë muslimane, ata tu e ditë se Islami diskriminon, janë bërë muslimana? Tu e ditë se Islami diskriminon, janë bërë muslimana? Po na s'ka nevojë me fola musliman, që po foli shifrat. Në 10 vjeçin e fundit, 100.000 njerëz në Britani janë bërë musliman, 3/4 janë femra. Domethënë 75.000 prej tyre janë femra. Pse atë janë bërë domethënë muslimane? Pse Islami nuk jep drejta? Përkundër asaj, ata në Islam kanë gjetë qetësi, në Islam kanë gjetë rahati, në Islam kanë gjetë respekt. Po mirë be, e kemi përmendur në mënyrë tjetër, po ku ka sos linja telefonike për dhunë në shtëpi? Atë muslimanët, atë jo muslimanët. Dhuna në familje, ku është fenomen, të muslimanët apo të jo muslimanët? Ato vetë për kalëzën, s'ka nevojna me folë, a i vetë për kalëzën, ato japin pare për të luftu dhunën në familje, do mon Evropa. Ata vetë të regojnë se çdo shtet i demokratik ka duhet me instalu qka sos lini, do mon lini ndime për dhunë në shtëpi, do mon e femra që e rej buri vetë, apo e maltreton me kërku ndim prej policisë apo shtetit edhe me e mbrojt. Se musliman, s'ka kësi probleme dhe s'ka kësi linja telefonie të ndihme, sa vënd. Se s'ki drejti, ata kur dehen, ata kur humbin komar, ata kur i tradhtojnë shvalerkat edhe laviret, ku shkojnë të shpia e rehen nga të veta. Muslimani nuk dehet, nuk lun komar, nuk shkojnë me lavire dhe normalisht e respekton gruan e vetë si princesë, si mbretneshe, manave. Normalisht ajo i din punë të veta, buri i din punë të veta, se cili i kryen punë të veta. Si pas natyres që ka kryu Allahu burat edhe gratë. Bile edhe sot në Shkup këtu, po edhe në pak ma gjërë, kur bëhet mohabet mes njerëzve, thëjt, ka është bo më trend, martohu me një fetar se ai për e këshirë gruën mirë. Pse për e këshirë e gruën mirë? Se e ka urnu Allahu dhul Gjelal, e ka urnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka obligim karshi Allahut para se me pas obligim karshi asaj si grua që e ka. Ama normalisht pas e edhe respekti që cilën e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka bërë trend që muslimani me u kujdesa dhe me qenë i drejtë. Mes këtyre për shembull Christian Becker, 45 vjeçare, ka qenë domosht udhëheqëse e emisionit, ka qenë gazetare në MTV. MTV-ja ndihet çfarë televizi e muzikës. është bën muslimane në vitin 1995. Çka thot ajo? Thot arrita kulmin e suksesit si udhëheqëse emisionesh në këtë TV të madhe, MTV-ja, Music TV, televizion e muzikës, që është shumë të ri, me miliona njerëz botë e shikojnë.
Thot, mire po, unë arrita kulmin e suksesit, por kisha zbrastir të madhe në shpirtin tem, edhe isha e pak nachur me jetën time. Industria e argëtimit, thot, të angazhon me argëtimin, po të largon prej shumë detyrave dhe obligimeve. E thot, e kjo është kundërshtim me qetësinë shpirtnore, të cilën e gjetat e besimi jem i ri në fenë islame. Sistemi i vlerave që ofron të Islami dhe Perëndia Allahu u bë pika qendrore jetës time dhe unë tash vazhdimisht përpiqem dhe punoj për të arritur këtë qëllim. Tjera s'm interesojnë. Po nuk është njëri thjesht. Kështu ki shumë raste, domthonë gazetë ka cituar, ka treguar se domthonë ato gra që janë bërë muslimane janë të kënaqta, janë të qeta, janë rahatues, janë bërë muslimane. Edhe kjo është përgjigje për politikanët e tonë, intelektualët e tonë, gazetarët e tonë, artistët e tona, këngëtarët e tona, se përsëri feja islam është ajo që të qetëson. Dhe ato e dinë edhe më mirë se na, dhe shumë këngëtare e kanë thonë edhe vetë se në çantë mbajnë burojën e muslimanit, të mbajnë Kur'an, e lexojnë Kur'an, se secila pyetymve ose secili pyetymve ka momente kritike në jetën e vet që s'mundet m'ia kalu atë krizë, edhe atë stres, edhe atë shqetësim, as publiku i madh, as alkooli, as droga, e as shoqënia, kurkush, veç Allahu dhul xhelal. Kur ti kthehet atij, edhe kur ti drejtohet atij, e kur ti porulet atij, e kur ta njeh atëherë zemra e tij qetësohet. Andaj jo rastisht Allahu ka thënë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtetë duke përmend Allahun qetësohen zemrat, e inshallah Allahu vazhdimisht i qetëson mendjet dhe zemrat e këtyre liderëve tonë me Islam. Inshallah Allahu vazhdimisht i qetëson zemrat dhe mendjet e popullit tonë me Islam, mendjet dhe zemrat e trive dhe të treve tonë. Lutim Allahun të na bëjë dhe bereqet në dunjën dhe ahiret. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.